Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Elif Lam Ra. Ky është libri që ta kemi shpall ty, që njerëzit të nxjerrësh nga errësira në dritë, me lejen e Zotit të tyre, në rrugën e të plotfuqishmit dhe të falënderueshmit, Perëndi, të cilët i përkasin çka kanë në qiell dhe në tokë. Mi e për mohuesit nga dënimi i tmeshëm që do t'i godas. Ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të botës tjetër dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Perëndisë dhe dëshirojnë ta shtrembërojnë atë. Ata janë në humbje të madhe. Na nuk kemi dërguar asnjë pejgamber përpos në gjuhën e popullit të tij, për t'u shpjeguar atyre e ta kuptojnë. Perëndia e shpjen e humbje këtë doj dhe uzon në rrugë të drejtë këtë doj. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Na e dërguam Musajin me argumentet tona dhe i tham atij: nxirë popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre detët e Perëndisë ngjarjet e mira dhe të keqija. Me të vërtetë, në këtë ka argumente për çdo njerin që është i durueshëm dhe falëndërues. Kujtoje kur Musa i tha popullit e vet: kujtoni dhuntin që ju dha Perëndia, kur ai ju shpëtoi nga populli i Faraonit, të cilët ju mundua me torturat më të rënda, e i prinin djemt tuaj, e ju linin në jetë fëmrat tuaja. Kjo ka qenë një sprovë e madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoj edhe kur Zoti juaj parashtroi: nëse bëheni mirënjohës, unë me siguri do t'ju jap edhe më shumë, e ne bëheni mohues, do të dënoheni. Me të vërtetë, dënimi im është i rëndë. Dhe Musa i ka thënë: nëse nuk besoni, ju dhe të gjithë që janë në tokë, Perëndia, me të vërtetë, është i pasur dhe plot ladi s'ka nevojë për falënderimin tuaj. A nuk u ka ardhur juve lajmi për ata që kanë qenë para jush, për popullin e Nuhut dhe të Adit dhe të Themudit dhe për ata pas tyre? Vetëm Perëndia i di ata. Pejgamberët e tyre kanë ardhur me dokumente të qarta, por ata venin duart e tyre në gojë metalje dhe pezmë dhe thonin: na nuk besojmë me atë që jeni dërguar ju. Na jemi me dyshim të madh ndaj asaj që na thini ju. Pejgamberët e tyre u kanë thënë: vallë, a mund të dyshohet në Perëndin, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai u thërret juve për t'ju falur disa mëkate tuaja dhe që t'ju lejuve deri në afatin e caktuar. Ata jo besimtarët thanë: ju jeni vetëm njerëz si ne. Ju dëshironi të na shmangëni nga ajo që kanë adhuruar të parët tanë. Andaj, na sillni mrekulli të dukshme. Pejgamberët e tyre u thanë: na jemi vetëm njerëz si ju, por Perëndia e cilëson me pejgamberllëk këtë doj prej robërve të vet, ne nuk mund t'u sjellim mrekulli pa udhërimin e Perëndisë, e besimtarët le të mbështeten vetëm në Perëndin. Përse të mos mbështetem shpresojmë në Perëndin, kur ai na ka dëftuar rrugën e drejtë në të cilën po ecim? Na, me të vërtetë, do të durojmë me atë që na mundoni ju, e ata që mbështeten shpresojnë. Le të shpresojnë vetëm në Perëndin. Dhe mohuesit u thanë pejgamberëve të tyre: na do t'ju dëbojmë juve nga toka e jon, ose do të ktheheni ju në fen tonë. Andaj, Zoti pejgamberëve të vet u shpalli: na, me të vërtetë, do t'i zhdukim zullumçart, e juve do t'ju vendosim në tokën e tyre, pas tyre. Kjo dhuratë është për ata që i druajnë madhërisë sime dhe i frikohen premtimit dënimit tim. Pejgamberët kërkuan ndihmë nga Perëndia, andaj është shkatëruar çdo kokëfort e kryelartë. Para tyre është xhehenemi dhe ai do të furnizohet me ujë të qelbët, të cilën e hërpatin e nuk mund ta përbinë. Vdekja u vjen atyre nga të gjitha anët, por ata nuk vdesin dhe pas tij ka dënim të rëndë. Vepra e atyre që nuk besojnë Zotin e tyre i shëmbëllën hirit që në ditën e stuhishme bartet nga era. Nuk do të kenë asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbje e madhe. Vallë, a nuk shihni se si Perëndia ka krijuar përsosmërisht qiellin dhe tokën? Nëse ai don, do t'ju zhduk juve dhe do të sjellë popull të ri. Kjo nuk është punë e rëndë për fuqiplotin Perëndi, dhe të gjithë do të dalin para Perëndisë. Atëherë, ata që kanë qenë të shfrytzuar, do të thonë atyre që janë kryelartësuar: na kemi qenë starët tuaj. A do të mund të largoni ju prej nesh diçka nga dënimi i Perëndisë? Ata thonë: sikur të na kishte udhëzuar Perëndia në rrugën e drejtë, edhe na do t'ju kishim udhëzuar juve. Rënkojmë ne apo durojmë, njësoj na është neve, nuk do të ketë shpëtim për ne. Dhe do të thotë djalli, kur të merr fund puna, me të vërtetë Perëndia u ka premtuar juve premtimin e vërtetë. Edhe unë ju kam premtuar, por ju kam mashtruar. Por unë nuk kam pasur kurfar pushteti mbi ju, përpos ju kam thirrur e ju më jeni përgjigjur. Prandaj, mos më çortoni, por çortoni vetëm. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtari im. Unë tani mohoj atë që ju më parë me pa të bërë shok me Perëndin. Me të vërtetë, për zullumçarët ka dënim të dëmshëm. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, do të hyjnë në kopshtije, në për të cilat rrjedhin lument, ku ata, me lejen e Zotit të tyre, do të banojnë për erë. Në to, do të përshëndeten me fjalën selam. Vallë, a nuk sheh se si Perëndia jep shembullin? Fjala e bukur si druri i bukur, rënja është e fortë në tokë, kurse degët ka qielli, që me lejen e Zotit të saj jep frut në çdo kohë. Dhe Perëndia u tregon shembullin njerëzve për t'u këshilluar ata. Fjala e shëmtuar është si druri i shëmtuar, i shëmbur për dhe i paqëndrueshëm për ekzistencë.
Perëndia besimtarët i forcon me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse zullumçarët i shpjen në humbje, Perëndia punon çdo doj. Vallë, a nuk i sheh ata që dhuntin e Perëndisë e kanë ndëruar me mojmë dhe e kanë sjell popullin e tyre në shtëpinë e shkatërimit, në Xhenem, në të cilin do të digjen e sa vendbanimi të meshëm është ai. Dhe i kanë trilluar shok Perëndisë për t'i larguar njerëzit tjerë nga rruga e tij. Thuaj, kënaquni se kthimi juaj është në zjarr. Thuaj u robërve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazin nga ajo që ua kemi dhe ne, para se të arrijë dita, në të cilën s'ka shitje as miqësi. Perëndia është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, ai zbret ujë nga qielli me të jep frutet për të ushqyer ju dhe u jep juve që të shfrytëzoni anije për të lundruar me tonë për dete, me autorizimin e tij, dhe u jep që të shfrytëzoni lumejt. Dhe ju jep që të shfrytëzoni diellin dhe hënën që lëvizin vazhdimisht, dhe ju jep që të shfrytëzoni natën dhe ditën. Dhe ju jep nga të gjitha ato që keni kërkuar nga ai sipas nevojave tuaja, e nëse doni t'i numëroni dhuntit e Perëndisë, atëherë nuk do të mund t'i numëroni. Njeriu, me të vërtetë, është zullumçar dhe ju mirënjohës. Kujtoje kur Ibrahim i tha, o Zoti im, bëne të sigurt këtë qytet dhe me largo mua dhe bijtë mi nga të adhuruarit e statuave. O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz nga rruga e drejtë. Ai që më pason mua është i fesë sime, dhe ai që më kundërshton mua, ti, pra, me të vërtetë, je falës dhe mëshirues. O Zoti ynë, unë, me të vërtetë, i kam vendosur disa pasardhës të mi në një lubin e nuk mbillet, te shtëpia e jote e shenjtë. O Zoti ynë, i kam vendosur këtu për të falur namazin, andaj, bën që zemrat e disa njerëzve të nxitojnë ka ata dhe furnizoj ata me frute, për t'u bërë falënderues ata. O Zoti ynë, ti, me të vërtetë, di ato që fshej me çka shfaqen në haptazi. Nuk i fshehet asgjë Perëndisë as në tokë as në qiell. Qoftë lavdëruar Perëndia, i cili në pleqëri me dhuroi Ismailin dhe Isakun. Zoti im, me të vërtetë, është pranues i lutjeve. O Zoti im, bën që unë të kryej për herë namazin dhe ashtu disa pasardhës të mi. O Zoti ynë, pranoje lutjen time. O Zoti ynë, me fal mua dhe prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet llogari. E ti, mos mendo, kursesi, që Perëndia nuk vëren atë që punojnë zullumçarët. Ai vetëm u shtryen dënimin deri në ditën kur sytë e tyre do të mbeten të hapur, dhe duke vrapuar, me kokë ngrehur, nuk mund t'i lëvizin sytë e shikojnë me ngulmim, e zemrat e tyre do të jenë të zbrazta nga tmerri. Ti, paralajmëroj njerëzit për ditën që atyre do t'u vijë dënimi, e zullumçarët do të thonë, o Zoti ynë, na lë kthena në jetën e vetëm edhe pa kohë, na do t'i përgjigjemi thirrjes tënde dhe do t'i pasojmë pejgamberët. Ju thuhet atyre, e vallë, a nuk jeni betuar më parë se nuk ka për ju zhdukje? Dhe keni banuar në shtëpitë e atyre, të cilët i kanë bërë zullum vetes dhe e keni pasur të qartë se si kemi vepruar me ta. Dhe, na, ju kemi treguar shumë shembuj. Dhe ata thurin dredhit e tyre, e te Perëndia është dënimi i dredhive të tyre, për dredhit e atyre nuk mund t'i lëkuni malet. As mos mendo se Perëndia nuk do ta mbajë premtimin e vet që u ka dhënë pejgamberëve të vet, se Perëndia, me të vërtetë, është i plotfuqishëm dhe ndeshkon. Në ditën kur toka do të ndërohet me tokë tjetër, por edhe qiet, e kur të gjithë të dalin para të vetmit dhe të plotfuqishmit Perëndi. Dhe atë ditë do t'i shohësh mëkatarët të lidhur në pranga. Këmishat do t'i kenë prej katranit, e zjarri do t'u ambështjellë fytyrat e tyre. Kështu Perëndia është përblen çdo njerin për atë që ka punuar. Perëndia, me të vërtetë, është llogaritar i shpejtë. Ky Kurani është shpall për njerëzit dhe me të paralajmërohen ata që ta dinë se ai është i vetmi Perëndi dhe për t'u këshilluar njerëzit e mençur.